Qindra nxënës në Fier u angazhuan në festivalin kombëtar të shkencës me projekte dhe punime të ndryshme. Pas mbylljes së konkurimit mes shkollave, festivali kalon tashmë në fazën e dytë, në datën 17 mars, ku edhe do të përzgjidhen projektet më të mira në nivel lokal. Më pas, konkurimi do të vijojë në rang kombëtar, ku projektet më të mira shkencore nga shkollat e vendit do të përzgjidhen si më të mirët. Mes projekteve të shumta në të gjitha lëndët, nxënësit e Janash Kilicës krijuan edhe 3 pajisje origjinale, një robot që seleksionon mbetjet, matësi i pulsit me alarm dhe pasqyra inteligjente, janë punët shkencore të mirëfillta, të cilat në të ardhmen mund të hyjnë në përdorim të përditshëm dhe të gjerë. Kjo është një shpike jona si një grup të tërë, menduam një mënyrë më të mirë për të matur sensorin, gjithashtu është një punë akoma në vazhdim, po mundohemi që ta krijojmë sa më akoma më mirë që ta përdorin të gjithë përdoruesit, sidomos sportistët që i duan shumë për matjen e pulsit të tyre. Tani për momentin është në masat fillestare. Kjo makineri lejon matjen e pulsit tanë, gjithashtu tregon edhe nëse gjaku jot është për shpejtim dhe nëse je gati për marrje mendesh. Dhe po mendojmë që të jetë një mjet sa më i mirë për sportistët edhe për të gjithë në botë. Keni eksperimentuar këtë në grupin e bashkëmoshatarëve? Po, e kemi provuar me shumë nxënës dhe ka qenë shumë e afërt. Me nësa kësi. Dikush apo e kishit të brendshme? E kishim të brendshme, po mendonim ide sa më të mira në grup. Dhe tani për momentin po mendojmë si një pajisje që mund ta vendosësh në dorë se po, si përzyer. Dhe të jep sinjal, për shembull, nëse ti ke raje të shpeshta të zemrës. Nëse jeni gati për të humbur ndjenjat. Po. Ethet e garës kanë përfshirë nxënës dhe mësues. Këta të fundit thonë se festivali i shkencës që zhvillohet për herë të parë është një event i mirëpritur nga nxënësit dhe nxit më tepër angazhimin e tyre. Po bëhet për herë të parë e parë punës edhe normalisht përfshihen të gjitha lëndët. Lëndët STEM, përfshihet pra matematika, përfshihet fizika, përfshihet kimia, biologjia, tiku, gjeografia, përfshihet. Kështu që nxënësit po e shikojnë që edhe ne si mësues po japim rëndësi, po dhe ata duke u angazhuar, normalisht vënë në jetë njohuritë që ata marrin në jetën e përditshme. Është një garë e cila realizohet midis nxënësve të shkollës dhe normalisht do të jetë një garë e cila do zhvillohet në nivelin e ZVAP-s dhe në nivel drabi dhe pastaj në nivelin kombëtar. Përtej garës është edhe një mundësi për të realizuar projektet dhe idetë e nxënësve ekselent që e duan shkencën. Kam pasion shkencën, nuk është thjesht një detyrë kaq e thjeshtë. Kryesore, domethënë duke qenë se fokusi im kryesor është biologjia, jemi marrë përgjithsisht, të tjerët pastaj kanë përgatitur punime të tjera lidhur me fizikën apo me kimin. Çfarë të pëlqen te shkenca? Pra çfarë është gjithmonë ka diçka të re, ka diçka më shumë, mund të është po. Festivali i shkencës në Fier ka angazhuar qindra nxënës në 10 projekte, ku më të preferuarit janë ata që lidhen me lëndën e teknologjisë së informacionit, duke shfrytzuar edhe avantazhet që ofron inteligjenca artificiale.